Selamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se takohemi në emisionin Rruga Ndryquar me profesor Dr. Shoqet Krasniqi. Do t'jemi së bashku dhe sonte pra live për një orë të plot, përmes linjës telefonike në 046 22 0022 mund të bëheni pjesë e këtij emisioni. Selamu alaikum misërve. Aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se jeni. Atë pa unë bërkoj inkuadrojmë telefonatën e parë që kemi në linjë. Selamu alaikum. Aleikum selam. Ornani. Jam një motër muslimane dhe isha t'ja bëj hoxhës një 3 pyetje. Po. Jam një motër, jetoj jashtë, fali 5 vakte namaz, dhikrin e sabajt e takshomit e paragjumit rregullisht i tha. E kam djalin me autizëm autik. Është 8 vjetë e gjys, lunë veç me libra, me fotografi të kafshëve, edhe me zonë, qysh bëjnë kafshët. Kam gjina une që lunë djalin në stop për në përshpi, janë librat me kafshë, edhe zonat e tyna, a i lunë vetëm me qato që të sohet. Pyetja e parë. Po. Pyetja e dytë, unë më kone martu me burë, më ka prej në qafë, do me thonë jam e prej me në qafë, te përgjysës qafës, i kum pas me kanalet të ushqimit, me zonit, me kretë, venën kryesore kum pas të preme. Po falë Zotit, faleminderit Allah që jetoj sot. Edhe ka dash me ma prej edhe djalin para syve të me. Edhe një fjallë më ka thonë të i prit policin me arse ku ma rrit me lyp ndihmën, me thirr policin edhe me thirr ndihmën e shpejt. Ndërkohë që jam konë një nakon të e prit, më ka thonë, ish burrë më ka thonë, thuja tina, shka mi ka shtim rana këta, let me heke se po më thej me myti djalin, me prej djalin. Pyetja është kjo, shka ka mund taj me pas mranda, që ka bu këtë pyetja, jam e qartë? Po. Edhe pyetja e tretë. Jam konë në koma, jam konë në spital, dhe me thonë koma, kër jam qu prej komave. Rregullisht këmë thonën, ju mundu me fal namazin. Po veç, s'ku mojtën e me livrit, veç durët kratë këtu që për abdes, se s'ku mojtë as ftyrën me prejk, as komët, as që, edhe ku ju më falë rregullisht, po ju këmë harru reqatet. Këmë arru sa reqate po fali se më konë shumë gjendje të rëndë. Edhe vetëm namazi që më ka majtë edhe dhikrit të më kohën, edhe me gjuhë që e këmë thonë, më ka dhënë forcë. Për më këthyt e djali, më ka pranuaj namaza ku më bone gjina që më falë që ashtu. A vesh një djali kia? Koma? Pa veç një djali kam, veç një djali. Dhe me thonë burrën ka prej para djali ka pas 5 vjetë e gjys, në një do më konë shumë ofër meje. Po djali u konë gjëmë, se unë më konë gjëmë kër më ka prej. Dhe me thonë, kër ka i ndo me 2 thika të kuzhinës, edhe ka piska që përfundoj jeta jote, se ma ke shqitë djalin edhe më këtë radhtu. Ju mundu me bindë, po më po që s'kam shanca me bindë, edhe të më pranu kadirin e Zotit që shumë letë. Ju më shtrin të amanit, më thonë shahadetin, edhe këmë thonë në Zotë të daloj djallin amanet në dorë, edhe ju më shtrin të amanit për me dekë. Edhe kër më ka prej, do me thonë se kam të përgjysës shafes, as nuk më piskat, as nuk e kom një, do me thonë dhind, s'kom një që atë moment. S'kom piskat për shka për shka Në të qartë janë pyetjet, do të marrësh pas pak këshill dhe një përshëndesim. Selamu alaikum. Faleminderit shumë, natën e mirë. Natën e mirë. Bismillah, alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah. Allahu në falenderojmë për çdo mirësi dhe çdo begati. Salavat dhe selam pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, e familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre burrave dhe grave të cilët kanë ndjekur, vazhdojnë ta ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e tij edhe në të ardhmen deri në ditën e Kiametit. Pastaj i nderuar hamd, falënderim Zotit të madhruar, i cili të ka ruajtur prej sherrit të aty njeriu të çmendur, trend. Njeri i çmendur i trend, sepse me ka burri thiken apo thikat dhe me bë torgrus, ai veç i trend i bën.
i qmendur, i marri thënë gjuhën Shqipe ta Shqipnis, ne i thënë i trend. Edhe i trend është, edhe fjale i trend është tamam i trend, i qmendur, pa men. Allah runa, për shirë ti, e çdo shirë i Rabbil Alamin, për çdo kujt, insan e hajvan, e shejtan, pas ke përjetu një sprovë shumë të rëndë, dhe mos e diskuto fare atë se që ka pas, të ka pas aj, i e kanë shti, mrena kanë e kanë shti, kush i ka shti, që kanë shti, mos e mërë matë mesele. Me të mos e mërë. E rëndësishme është që ti ke shpëtu, e ke marrë veten, i këthit e djali, e ki djalin, Allahu ta ruajt, e ta shëroft me shërim të plot, ja Rabbi, e pa besoj që i ndapi tina pe ati burë ke përfundu, sepse nuk dhvin jeta me njeri i cili ke frikë se ka pëthike natën a ditën dhe të prejnë si pulën, nuk ke nevoj, nuk je sklavë ti, edhe sklavë me qenë ka kofi, është dhe send ka kofi, e i zëtënia nëse është i trend, le që ka në shtëpinë të qmendurve atje, për ndryshe me jetu me një grua dhe me kërsnu grun respektivisht me tentu me myt grun me prej si hajvanin, kjo është që runa zat njeri ju kora pa men. Andaj aja është që kishtë smut, është për gjinve. Allahu alem, ne nuk e dim, do shtë as ti nuk e din, por një është rëndësishme se ishë nuk ka. Dhe për dire sa nuk është të shëndosh, ti nuk bëmë najt me te. Sepse tash meselja e tërhjek meselin tjetër, mund të mendoj dikush të po mirë nëse një burrë është i çmendur, apo gruaja është e çmendur, a më lejohet mua ta maj qatë gru të çmendur, apo të rri qatë i burrë të çmendur. Nuk ka qenë, është ba. Nuk ka qenë, është ba. Sepse pas qenë fillim se kish marrë, ose jo në para, ditën e parë ishda. Përgjigja është varet pej rangut të çmendurisë së tij apo të saj. Kështu që ka burra të cilët janë të çmendur, por janë të urtë, të prejshëm, të qetë, nuk bëjnë zullum. Nuk bëjnë zullum, vetëm se kontrollin se kanë. Kontrollin se kanë. A i një vlat e vetë, e një grun e vetë, i një, po nuk ka kontrol, nuk din. Nuk din. Se fëmijë e vogël që nuk din. Tani, në këtë rast, nëse dënë me i najt, është e drejtë e jotja, veçanti nëse ke fëmijëve të, nuk po i bona korban, ishte i burri, ty në fëmijëve po i rri. Por nëse burri është i vrasht, është i çmendur, është i dhunshëm, ku rrezikohet jeta jote, edhe fëmijëve tu në kësa raste nuk e të drejt, nuk bën me nejt me te. Kështu që ty ta shte e ndamet e përbesej që ke përfundu, dhe mirë ke ba, e se për këtë namazet që ke falë atje, më sëllat për atë mesele mo, sepse ti mënu më falë, Allah ka thënë fattaqullaha mastata'tum, të të një zotit, kryeni farës e zotit, se të mundeni dhe sa të mundeni. Se për këtë fëmiju tëndë, mos e lëdh me të fëmiju, me çka do që mirët e është fëmij, së pari, si dyti është djali me autizëm, po me apo pa autizëm është fëmij vogël, andaj nuk ka dërt, i lejohet fëmijëve që nuk i lejohet të rriturve. Allahu të rujt, elhamdulillah që ke namazin, dhe se që cek edhe vetë namazet të mban shumë. Namazet të mban shumë, nuk ka terapi më të fortë, se sa namazi. Namazi dhe tevekkuli, mbështetja në Allahun. E zatën këto të dyjat janë halka që lidhen njëra me tjetrën. Namazi dhe tevekkuli, mbështetju Allahut të madhruar në jetën tane. Në fukara Allah kënë probleme, në sikletën, vështërsien, presion, kutadion, në shëndetën, smundje, namaz dhe tevekkul, mbështetje në Allahun, o Zoti jam, ti je Zot. Ti je Zot në qiell, e Zot në tokë.
Fuqia jote është absolute, po ta dërzoj trupin tem, shpirtin tem, dorën tonë, o Zot rumur, ma këtë vlade, e kështu me radhë, më pështet Zotit, e në smundjen, sprova të ndryshme. Allah të forcoftë i motër. Vazhdojmë tutje me emisionin edhe inkuadrojmë telefonatën tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam. Urdhëroni. A dëgjoj? Po i dëgjojmë, urdhëroni. Po, ju përshëndes juve dhe hoxhë, nderu. Desha me bë pyetje një hoxhës. Një njeri ka qenë shumë i mirë, se ku njeriu i ka njihtë, jo me pak para, por me ka 20.000 orë ka ndiku, kur ka shënjë smuin ka ndiku, ka bo shtëpi, njëri ti ka bo kësaj, si ka familje burri, gru, si ka familje vete, këtu ka ndiku me gjë, dojmos, edhe fshatin e vet, ku ka pas gjë, parë, çka ka bo për këtë parë ka vënë. E tash njeriu ka vdek, a me vënë e vet nuk fol. Lutem të hoxhës të këshillin. Qartë pyetje hoxha. Ai ka vdek, alayhiselam. Selam. Po nëse kuptova, po një njeri ka qenë burr i mirë, humanist, ju ka ndihmuar njerëzve të tjerë, tash ka vdek, po mërin e vet s'ka fol. Diçka çështo, nëse kuptova mirë. S'ka fol mërin e vet, s'ka fol, ç'a më bë tash? Insania, njëri pa gabime nuk ka. Reja duhet të fol vjerët, sa është e re dhe vjerë është i vjetër plak. Reja do të më fol vjerët, sepse i thot bab, pra e çmon, e respekton, e trajton, sikur se me pas bab, për nga ana e respektit, jo për nga ana e dashnisë, po për nga ana e respektit. Nëse i thu bab për nga ana e respektit, atëherë mbaje këtë kuptimin e fjalës bab dhe non mbaje. Sepse babës tënë të nuk i hëdhërosh, apo i hëdhërosh 5 minuta, 10-15, e një ditë për ditën e dytë i flet babës tënë. Thua kam babë, s'kam këtë qështë, me i vjetër e tjerë. Po ashtu vepra dhe me vjen rri. Gruaja e mirë që shtu bën. Gruaja e mirë, nusja e mirë, edhe nuk do të thotë që mos më hidhëru, mos më prek, sepse është insan, është i ndihshëm njeriu. Por mundet me majt vetveten kontroll, edhe me detyru vetveten, me fol, me vjen rri, mas një dite, 2 dite, maksimumi 3 ditë. Edhe nëse të shanë. Edhe nëse të shanë, edhe nëse të fynë, publik, e para të tjerëve, që është fyri e randë. Sepse kërën 4 si është më ndryshe, kërën publik e më ndryshe, preket insani, lëndohet insani, por e kalan. E kalan sepse ka diçka që të lidhë shumë me te. I ka thonë babë, pastaj babi burë biologjik, babi yti për nga anë e respektit, në rang të babës tanë, veti ke thonë, mbaje këte. Se nuk dëmtohesh, për kontra se ngritesh lartë. Zoti pas falë, të dytë ata që ka vdek, edhe rinë e vetë jadhëzovë, të drejtovë të falë, po. Kemi telefonat, selam aleikum. Ka i telefonata, kalojmë tek një pyetje tjetër ku thot burrin tim e ka lënë nëna e tij para 17 viteve. Mirë po tash burrin tim e ka marrë malli për nënën e tij dhe unë hulumtova, pra si bashortë e tij, dhe gjeta atë gruan, pra nënën e bashortë dhe i bashkova të dytë bashk. E mora këtu në Gjermani dhe ja bëra surprizë bashortit tim. Mirë po mbas një kohe ajo shkoi përsëri në vendlindje në Shkup dhe humbi kontaktin me burrin tim. Tash burri im është tepër i lëndum sepse ajo s'po dëshiron me pas kontakt me ta. Këtë rastat çysh do veprojmë ne? Allahu të shpërbleft, Allahu të shpërbleft, Allahu të ngrit, e të larsoft, punë të madhe pas ka bë. Punë të madhe pas ka bë, ti e grua e mirë. Ti e grua e mirë. Lëm burrë që të ka pas ty rresk në fak dhe lëm nana baba që të kanë qitë ty ndër të huj. Ti e grua e mirë. Tani, djali i nanës vetë, burrët, e ka taku, a që malë me te, elhamdulillah. Ajo këthy në Shkup. O këthy në Shkup, është e drejtë e sajna. Ka dikend ati Shkup. E nara, lëvadhe, në rrugë, nuk flenë, nuk rënë inshallah, por ka një shtëpi. Ka 1 burr, ka fëmijë, ka dikend ajo.
dohet me justifiku jo më prek burri, por do të mendu mirë për nanën. Do të mendu mirë për nanën. Ne si musliman, a jemi të urdhëruar me mendu mirë për njerëz. Për shembull, unë kam shok miq, jarana, të cilët idenë nuk e ki sa i du. Po të matej, dashuria jam, me kila, me dëbaki me tona, vjen sa i du. Po në anën tjetër më thot dikuj që bëhet me vite, dhe nuk e shoh. Thot, ku është e dashni? E pse ai pra nuk vjen me të pa, me të taku? Unë justifikaj. Ose ata. Me nej mirë, s'me nej keq. Ose sa njerëz që jena për Evropë në diasporë, të cilët tafërën të mije, shoke, të cilët i dua fort, vinë këto shkojnë, shumë për tyne nuk i shoh. Kam qef me i pa. Por prap me nej mirë, thëm nuk kanë mujtë marë, s'kanë pasë vakt. Pëshimi i shkurt, nga mja majtë për para. Dhe kjo më dihman, mas me menu keq, mas me paradjiku, mas me largu njerëz për zemrës. Tash nëse me njerëz të tjerë, është edukat kjo është edukat bre. Kjo është edukat. Për shembull, është dikën, se fjallën ngre fjallën, besej që këtë këshillën të mira, është dikën në rrugë. Atë sa rëbava kia mu, heq me larë se sëtë. është ato shku në një bërrim, kur po më thët mua i shëqëru se jam është një pijemi, tha, daja, tha filani që o nalë para neve, jo, pëse kështë o nalë, tha filani o nalë, kështë ka i, tha ke filani. Unë atë pash në gjami, folën në gjami, por kur lam kjerën atë ty, për pa që pa, se kësyrë njërës të heqë. Tash, mund të më ndej dikush, thë të kërë gjamë pa, së më foli ka rritmenja, ose po më njëran, estakfirullah. Mollë, me në mirë për njerëz, pësë në keq për njerëz. Sa ndo njerëzit kalojnë, shkojnë, unë e thëmë kësë sëm pa. Njëri shem me men. Pra dhe të menu mirë për njerëz, nëse në jena të urdhëruar fetarisht. E Omeri, radiallahu anhu, është transmetu për Omeri ka thonë, më ndohë me gjithë ndo një farë arsye, ndo një arsye, të vëllau tëndë kërka, do një arsye deri në 70 arsye, më do me kërku. Po nashta së më pa, nashta se ka ronë mene, nashta kam përgute, nashta kështu e. Ose këtë sotit, ta një thirë ndarë së mu së më thirë, o njëra jo rritë së më ka thirë. A një pse nashta më ka thirë, po se ka bo telefoni, ose në mene në vetëm ka thirë, po këtu në telefonës ka harru më thirë, ose në mesajë në ka ardhë, ose më nu më marrë, nuk ka mujtë më marrë, ose. Me në mirë për njerëz, me lehtë të ki. Nëse për njerëz me nëjna mirë, dhe do të me në mirë, mënyrë që mirujt raportet me njerëz, sepse jeta Allahu ka ndërtuar këtë jetë nga ana sociale ka ndërtuar jetë shoqërore, sociale, ku njeriu ka nevojë për tjetër. Andaj rujate, duaje, respektoje, çmoje, ruje, me në mirë për te, duja të mirën atina, vlerësaje, ngritë njeriun, kthehet edhe anën e kontërt. Kthehet, është e pamundur njeriu të respektoj të tjerët e mos të respektohet edhe ai. Dhe në të kundërtën është e pamundur që njeriu të nënçmoj e nënvlerësoj të tjerët, e që bie të ketë vetë pëlqim, mendje mallësi, e që mos të bëhet, mos të bënë dikush atij, mos ta nënvlerëson e nënçmon e përbus. Pra nëse ndaj njerëzve ne do të cilimi mirë të mendoj mirë, po ndaj nanës. Kështu që të i nderuar që është kanë shkop, edhe lyp nanën, ose angazhon dhe kanë atje shkop ku është nana, dhe më nësh me taku nanën prapë. Minimum ja gjithë telefonën, a diçka, mja që nëjë selam në përmi dikujna, nëjë letër, nëjë. Ke kujdes, mos uftaf, mos e shkëpot lidhet me nanën, sepse për dere sa ki nanën gjallë, e ki derë një derë gjenetit qelë, ku të dëllë që kanë nana me jetu, ti dhe më shku nanës për mas, me gjithë nanën, me taku nanën, me përqafu nanën, më qmalë me nanën, mjani, aromen e nanës. Aromen e nanës. Nuk ka aromë të mirë në dynjat, nuk ka lule, që ka aromë të bukur sa aromë e nanës. La ilaha illallah.
Nuk ka. Andaj lëmej që ka nanën gjallë. Po, shkojmë tutje. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Selamu alaikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Por Dhe nëni. ishta me vërtojnë që ka mundësi me kontaktu privat, me vërtojnë. Mi do t'japim përgjigjen në regjia, kalojmë tek telefonata tjetër. Nëse kemi, nëse jo, atë bëjmë një pauzë shkurtër për ta ndjekur një blok marketingu dhe pastaj kthehemi në studio, shndroni me ne. Rikthehemi në studio për të vazhduar tutje me pjesën e dytë të këtij emisioni. Nëse kemi telefonat, po inkuadrojmë një herë, pa humbur kohë. Selamu alaikum. Aleikum selam hoxh. Ka është një pyetje për hoxhën? Por nëni. Unë jam e prek në pak prej sejnireve, edhe jam shku të një hoxh. Më ka thonë me botë ujnë, me qitë kush dhe musafer. Në qofse ja qesëm që ata, në qatë njërin që dëshojmë, a e kemi gjuna? A ke pyetje tjetër? Jo, s'kam tjetër, selam Aleikum selam, natën e mirë. Po ti Allah në gjennet qoftë, e të shëroft. Po te pëthëm ka të hoxha, më ka thonë hoxha kështu e tash. Për dire sa ajtë ka thonë, mësaferët, bërmi që ti se ujtë frynë, veçan ti të dikosh që dëshan, ty be mardhën nuk të mund dëshan. Mardhën, asë të më shku, se se në ka kërë. Po të dëshan mësaferën, që ata që rrethën e pare dytë, i treti largë ndodhë, rralë ndodhë, rreth i pare dytë. Gjithë mund të këshia të bojnë që ata. Të cilët të njohin edhe patikat, edhe numër patike të din, të cilët të din çdo çështje, çdo skot në shpitane, të din të mirat e të ligat që e ki krejt, edhe planet që e ki për të ardhmen, edhe të gjelezojnë, në veçanti granimi, edhe dojnë me të pengu, sepse vetë se kanë këto të mira. Për ata të mirat, me se kalëza për grave, e gratë e shkreta, tu bo laftë qelin atë krejt, slojnë send, me sheft, pa kalëzun janë atjetërës, e ta masanej, a kje nuk e din që ajo gjelezën, së është femen, që është e kryun ajo. Edhe nuk pej 3, 5, 7, një gjelezën për tyne, edhe qëllën shpirt keqe, se kjo ndërlidhet me shpirtin e robit. Me shpirtin e robit. Kër e ka robi shpirtin e prisht, e ka zemrën e zez, a i të kesh për para, të kesh në si tu, për mrena vlen mrena. Për mlefit, për i gjelëzis, për i orejtjes, pse ti i ke këto të mira. Pse rja jote me të ngu, pse rja jam mësë me ngu, pse djallit me të ngu, pse djallit jam jo, pse djelët e tu pishkan puna marë, pishkan puna mire, për jesi për para, pse djelët e mi jo. A nuk e din që ka sprova, jo, la ilahe illallah, o dënja kja. Ja, diku jabë zote ma shumë, diku i në ma pak, diku i në hala ma shumë, diku i hala ma pak, po kënë kella nësë një par rizk. Ta i diku i në jabë diqka, diku i në jabë diqka tjetër. I në kanë da Allah të mirat këtë dënja, i kanë da Allah të mirat këtë dënja. Më rëndësi, për dire sa hoqja të ka thonë që bën me dhonë, dhe me thonë bën, e pëse bën vetë mu? Për ta pëse bën vetë mu? Po dyshat më sasisht. Jo, të për dire sa shku të hoqja, Allah e rujt atë hoqj, edhe juve hoqja të ka thonë ty të ta huj, ku di mësafirt, ajo më besoj që nuk ka thonë tanë mësafirve, po mësafirve në kuptim që aty në që të dëshante, qëta ka pak uj me pi, aty besan zbahat, se uj është uj, nuk është i në dytë. Nuk është uj në dytë, të në besoj diçka që është ndaluar. Jo. E runa zët me desh me bo këtë që ki haram, po të kesh nuk do me bo kërkujna, zote më së dhashtë. Kemi telefonat, inkuadrojmë, selamu alaikum. Apo dëgjojmë telefonata? Selamu alaikum. Aleikum selam, apo mirë hoxha, nderu. Po i dëgjojmë, urdhëroni. Allah ju shpërblet hoxha, mas pari kam një pyetje. E kam një shok në fond, e kam një shok, a veti mu, as prof, mos mu martu.
Kush ka thonë? Shokë yta? Një shok, po. Ka vetë, a mund me një hoqë që ka vetë. A është provë mos po martu, me thonë, familja i jep shemet mirë më martu, po kësë s'po dënë. Pse s'dën kë? Nuk di. Po që kjo është nuk di, po. Faleminderit, ju përshëndesim, selam aleikum. Nëse ka kaptu hoqja. Po qartu se shqip folet edhe kuptum na mirë shumë, pa Do marrë. të marrësh pas pak përgjigjen, ju përshëndesim natën e mirë. Edhe të njëjtën, po. Fillëm një kema pak tani kuptu mirë. Se që ne, si njerë, si musliman, nuk kemi të drejt që të themi sprovë është, me nejtë pa martu, pra së martohna. Sprovë është me kanë fukara, ndaj s'pa punoj. Sprovë është me kanë smutë, ndaj nuk pa mjekohna. E për s'pa thu sprovë është më më rëdhif tëfti e s'pa veshna, pik dimnit. Se s'pa thu sprovë është me nejtë unë, pa që është pa hambo kur të ndohësh. Ne nuk do të mbështetim në atë, a është a nuk është sprovë. Ma qartë. Sprovë është kader, dhe çdo gjë është kader. Martesa kader, mas martesa është kader, sëmundja është kader, shëndeti është kader, pasëria është kader, varfëria skami është kader. Dhe kështu me radhë çdo gjë është brenda kaderit të Allahut të madhruar. Ne si musliman, ma gjë kader është me hije dhe pa besimtarën xhenem. Kader. Kader është njëri me vdekë si musliman, tjetër me vdekë si jo musliman. Kader është këmi falë 5 kohë namaz, kë nuk e falë asnjë vakt namaz. Kader është sadakon ditë hashurëve, dita 10 hashurëve. Ai që ka gjëru, ka në kader. Ai që nuk e ka gjëru, prap me kader. Kjo nuk delesht të kaderit. Ata që janë në spitale atjenja 2-3 ku di sa në në spitale të naktën Prishtinë, këtë me kader janë. Po në atjerë që jene e spitalet, edhe na jena me kader. A zë nuk delesht të kaderit. Tamam. Por, ne nuk duhet të mbështetim në kader e të neglizhojmë gjërat. Sepse i bie në ato raste bie që ne nuk e kemi kuptuar ligjet e Zotit të bareke ve taala se ç'duhet kuptuar. Në shkollë, në provim, të nëse kalan, ke sukses se kënë fakultetin ose qatë shkollë që ke registru, është kader. Për nëse ngell, është kader. Mirë. A i mbështet është kaderit, me thonë që qa, ma se ko ka kështu prane, s'pëllodha me mësu heq. Apo ti merë sebepet një maksimum me mësu, me thonë provimin. Në komunikacion, hip që në kërë dhe me sefte, me bismillah dhe eskirë. Del për i qytetit për fshatit e kënë ndohën e udhëtimit. I ndjekë rregullat e komunikacionit i përcjell. Pra, ke bo bismillah, ke kënu ndohën e udhëtimit, ju ke mbështetë Allahut, ke ndjekë rregullat e komunikacionit, ti ende nuk përdin që të pret. Ti nuk përdin. Të shku rrugës, ndodhe një fatkeqësi, e vogël apo e madhe. Tamam? Që kur ndodhë shtash, që tash këtë drejt me thonë, që shtë shkon kader. Pas ka qenë kader, dhe thë sprove, pas ka shkru Allahu, me o sprovu. Pra, pasi të ndodhë, dhe pasi që ti i ke marë të në sebepet, por dështojnë, edhe të martesa. Robe ka obligim, nëse dënu martu, që këta në është martesa, ta në është mesele kënë veti, mesele, një herë. E kam obligim, farz me martu, pra po du, as po du. Së dyti, nëse du me martu, e kam obligim në më interesu. Pasit që të interesohem, të marë sebepet, shkaqet, dhe ato dështojnë.
e marrë shkaqet normale, shkaqet që nuk do të duhej të jenë pengesë. Për shembull, nuk e lip grua më të bukur në dynjat, apo djalin më të bukur në dynjat. Se s'ka më të bukur në dynjat. S'ka. Diçka më e bukur në dynjat nuk ka. Ka një sufe alayhis salam më e bukur në dynjat. Një sufe ka më e bukur në dynjat. E për kanë sa thotë që më e bukur në dynjat? E cila vajzë është më e bukur, më e mira në këtë dynjë? Kjo është me e ndrru, kjo është me fantazu. Kur të fantazesh, nuk je ty përmbajt ligjeve, ti do për te ligjeve, për te sebepeve, për te kushteve normale. Ashtu është ajo. Për te këto, ti në fantazma je. Ti në fantazma. Për pas kësaj te, këqyr në herë vetën pasqyr, asë këqyr kur heq. Ktheur ka nërë, din pasqyr e këqyr vetën. Nga ana e pamjes, nga ana e shkollës, nga ana e emnit, autoritetit. Këqyr, tash se edhe e bia, edhe e zoja, që lypti me cilësi shumë të larta, po edhe e ka qef për veti, me pas dika me cilësi shumë të larta. Qysh më ndohet ti me marrë një grua me doktor shkence, ti ki të rritë të shkollë. Fjale pa bije. Qysh bëhet e po? Jo që ki gjëna, të nështë ki rëzk. Por, mundësi që të vogla, gjaset e shumë të vogla. Pra, lype, plesht me dy fjallë thëjnë, lype ekranin tanë. A thënë që të plesht? Sa bukur thëjnë plesht. Zatën fjallë të pleshtve janë, mashallah. Shumisa të një krejt. Lype ekranin tanë. Pastaj thua, Allah ekranin për lypi, nuk jem të zgjidh. Por subhanallah, Allahu s'padan. Qëta është i spro? është kam sprovën Allahu. Kër të kupteshten që spro, qënëra. Sepse dhe që i bje kje? Kje i bje si kurse te ke kuptu që ta ka mëntu dhe kësh kamerën, po s'ka tërgu ty. Ama dhe ti edin, edhe e edin që ka ti i vëzhgonë në kamerë. Për shembull në një supermarket madh hendikon. Ka ndonjë pjesë dikon sa që nuk je i vëzhguar. Tash këtu kamerat e sot në për këtu lokal të bëjnë më friksu me kap një sene me këqyr. Të ke qep me këqyr. Por ke frikë se mos nuk pe kupton e mirat kamerë ku mendon që ke shtin në xhep ti boakia. Ta nxetam në hajn tani më duhet të kontrollu të dera atë s'ki lidhje me hajni, udhu billah. Pra kur të ndodh, diçka themi, sprov ka kanë, bësaber o filan se Allah të ka sprovu. Bësaber. Tamam? Pa, se zatëm pa. Po vazhdojmë pra me telefonatën tjetër, nëse është në lindje anë. Selam aleikum. Selam aleikum. Aleikum selam. Kom një pyetje për hoxhën. A ka mundësi hoxha me na tregu për rëndësinë e muajit Muharrem, edhe si në pyetje 10 ditë për shofto që të pimojnë si, a kemi obligim në muslimon 10 ditë me mojtë si mujnë Muharrem që pëtojnë si ditë piklimi për vrasin e Imam Husenit edhe Hasanit. A nuk e kemi, a shka du të me boa? Ku jeton ti? Qata? Urna? Ku jeton? Në Evropë? Zvicër. Më murmenja, që jetën jashtë, më murmenja. Tamam, faleminderit. Pini do se tash... Po kry. Shka punoj me do, po thonë, jo me Muharrem, s'po haj, s'po pi, kështu tani unë e ponina këtë se unë jë muslimon. Do të meni pas pak përgjigjen për pyetjen e bërë, e përshëndesim, selam aleikum. Natën e mirë. Për këtë çështje kemi folur disa herë. Mirë bane që na bënë këtë pyetjen pika shkurtë e përsërisëm, përndryshe kemi folur shumë herë. Edhe sa kam qenë imam, xhamit madhe në hutbe, edhe në për televizion, radi, edhe ku di unë, gjeti në vendet tjera kemi folur shumë herë. E përsërisëm pika shkurtra. Me qenë se na kujtove Allah që përbleft. Muaj Muharrem është muaj i parë i vitit kalendarik hijri. Qysh është janari, simbas kalendarit gregorian, muaj Muharrem është simbas kalendarit hijri. Islam. Pra, jemi futur. Jemi në muajin e parë, Muharrem, në vitin e ri. Hijri, e që është 1443
1448 apo 48. Pra që 1448 vite është shpërngul pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë. Dhe këto është marrë fillimi viti i parë, viti i dytë, viti i tretë, i katërt, kështu me radhë derisa kemi ardhur në vitin 1448 kemi hyrë tani. Tamam? Për nga ana kalendarit, ndërsa për nga ana e vlerës së muajit, muaji Muharrem është për muajve të mëdhej. Është për muajve të mëdhej, muajt të mëdhej janë 4. 3 janë të renditur njëri pas tjetrit, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja. Shawwal, Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja dhe muaj Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja, Muharrem dhe muaji Rajab që vije më vonë, në falë se gabova. Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja dhe Muharrem, 3 muaj të mëdhej. Dhe muaji Rajab i cili na vije më vonë atje. Është muaji 7. Tani 8 Shabani i 9 Ramazani. Pra na vjen mas 6 muajve. Këta e muaj të mëdhej. Muaj të mëdhej janë muaj të vlefshëm. Puna e hajrit, punë të mira shpërblen të Zotit më shumë. Dhe shumë gjëra tjera të cilat për shkak kohe edhe për shkurtojmë në pëjcikum. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas tjera shka thonë për muajin Muharrem. Agjërimi më i dashur, me qenë se foli për agjërim. Agjërimi më i dashur te Allahu pas Ramazanit është muaji Muharrem. Dhe namazi më i dashur te Allahu pas farzeve është namazi natës. Namazi natës pas farzeve. Mas Ramazanit namazi muajit Muharrem. Agjërimi muajit Muharrem. Tamam? Kështu që ky muaj është muaj shumë i bereqetshëm, shumë i begatshëm, shumë i vlefshëm me agjëru këtë muaj ditë musliman. E pjesë e këtij muaji është edhe Hashuret që janë sot. Ditën e 10 Hashuret, se fjala Hashuri bie ditë e 10 e muajit Muharrem. Këtë ditë lidhet me Musaun alayhi salam drejt për së drejti, ku Allah i madhruar këtë ditë e hapi detin, e qau detin për Musaun alayhi salam, ja mënsej Musaut me Harunin dhe me këtë benu Israelit që fotet me kalue detin e kuq nga Sinaja, nga dishullin Sinas në Egjipt, për të dalur në nga dishullin arabik këdej. Dhe po të njëjtin ditë, me njerë mas Musaut, o fot Firauni me ushtrin e vetë dhe fundosi i madhi Allah te bareke u taala. Pra Allahu këtë ditë e shpëtoi Musaun dhe e shkatërroi Firaunin dhe ushtrinë e tina. Musa alayhis salam agjëroi falënderim Zotit, agjëruan pas tina edhe pasardhësit e tina. Derisa erdhi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpërngul në Mekë në Medinë dhe kur shkoi në Medinë pa që fotet duke agjëruar dhe i tha: "Pse agjëroni këtë ditë?" Thanë: "Kjo është ditë ku Allahu e ka shpëtuar Musaun pejgamberin të Musaun edhe e ka shkatëruar fundosur Firaunin." Pejgamberi alayhis salam tha: "Nahnu haqqu bi Musa minkum", ne kemi më shumë të drejtë ndaj Musaut se sa ju, sepse ne besojmë Musa në hak, ju keni devijuar, se besoni hak. E rëndësishme, pejgamberi agjëroi alayhi salatu wassalam dhe urdhëroi edhe muslimanët të agjërojnë. Dhe thuhet pastaj ka mendim të ulemave që agjërimi ky Hashura në fillim ka qenë vajib, derisa bë Ramazani farz e pastaj ka met vullnetar e livdueshme preferuar sunnet, dërsa farz agjërimi është bë agjërimi muajit Ramazan. Muaji të muslimanët është kaq, pika shkurtra, të muslimanët është kaq. Të muslimanët është kaq, të helësenit, me ka pika shkurtra. Të shijat, këta që tha kjo ka të bëj me shijat. Shijat ithna asharijet 12 që në kërë tyre Rafidit, këta shijat e Iranit, e Libanit, e Irakut, këta ndryshe krejt e trajtojnë muajin Muharrem. Këta nuk e lodhin kryt për muajin Muharrem që është Hashuret. Nuk e lodhin kryt ta për muajin Muharrem që ka shpëtuar Allahu Musaun. Nuk e lodhin kryt për muajin Muharrem që është muaji pi 4 muajit mëdhej. Këto sa ne din, po nuk prekupohen me to. Këta prekupohen të një çështje tjetër, e që ka të bëjë me vrasjen e Husenit alayhis salam. Andaj këta
10 ditë e para të muajit Muharrem, madje zgjati deri në 40 ditë zi. Deri në 40 ditë zi. Ditë mërzi, i quajnë ditët e mërzisë të pikëllimit. Miliona iranian, shijat Irakut, shijat Libanit dhe vendeve tjera anën banë botës i konsiderojnë këtë ditë të mërzisë të pikëllimit, e kujtojnë vdekjen e Husejnit alayhi salam, të cilit i është bë pa drejt, nuk diskutohet se është bë pa drejt, nipit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që të në kurth e vrajten njerëz. Këta irakian të vrajten, e vrajten Karbela, mirë e vrajten. Tani që ka bërë që e vrajten? Ata që kanë vra, kanë me la para Zot. E kanë ikë Zotit ata? Jo. Për çdo vrasje, njeriu llogaritet e Zotit. Njerëzit kanë vra pejgamber. Allah i madhruar u përmend që fotëve në disa vende në Kur'an. Thot ju i keni mbytur pejgambert e juaj. Ju i keni vra pejgambert e juaj. E pejgamberi jon ka thënë me hadith, njeriu më kriminal në dynja. Është ai i cili e vret ndonjë pejgamber. Apo e vret atë pejgamberi. Me vra pejgamberin e Allahut. E vra. Zakarian alayhi salam e prejten me sharr. Yahyan alayhi salam prejten fët. E prejten fët si delen. Ku është Husejni, ku është Jahjaja, Zakaria, pejgamber të Allahut? Të Zotin mbeten ata. A din kiametna do të me vajtuta që pas kanë vra Zakariane, Isen, pejgamber të Allahut, edhe për aty nësa. A din kiamet do të me vajtune që pas kanë vra Husejnina? Po babën e ti që vrajte. Babën e ti ka vra në Kufe. Ma vonë, ma heret. Po baba i tina, Husejni, Ali radiallahu, është shumë ma ngritur se sa biri. Po mirin që kanë vra, po Osmanin që kanë vra, a të vajtojmë një derin kiameta? I mësojnë këtë gjëra historike, këtë ndodhi, në vije këtë që kanë ndodhur, por, kur që pjesë historisë kanë shkuat. Që ka thonë Allah në Koran, tilke ummetun kad khalet, leha ma kesebet, wala kuma kesebtum, wala tës'eluna amma kanu ya'malun. Ata janë popull njerë që kanë shkuar. Kanë shku me amelet e veta. Jo i kina amelet e juaja, veprat e juaja. Jo nuk pyti për ta, dhe ata nuk pytin për juve. Që kanë pytë Zoti mu për Hasan e për Husejnin. Kështë që këta në shaj piklimi edhe ja gjërojnë këtë ditë, edhe e rrahën vetën e vetë në shenë solidarizimi me Husejnin alayhi salam. Apo radiallahu anhu. Me qelë thminën gjak, me torturu thmin, me torturu gratë, me torturu vetën, pse të solidarizohemi ne me Husejnin alayhi salam. Islama kjo? Kemi islama? Tani tek agjerimi ka diçka tjetër. Disa fraksionet e shia, Bektaşit e kanë, Bektaşit, shtaton që të Shqipni, Bektaşit e kanë. Këta 10 ditë me agjeru të muajt Ramazan i konsiderojnë më të shajta, më të ngritura, se sa muajnë Ramazan. Jo një pjesë e vogël e tyre e agjerojnë Ramazan 3 ditë dhe agjerojnë 10 ditë muajt Muharrem. E ka për atyre të cilët kur agjerojnë muajin Muharrem, 10 ditë Muharremit, nuk e agjerojnë me agjerim të plot sikur se Ramazan që agjerojnë, por nuk hajnë ndyrna, nuk hajnë këte, hajnë gjërat caktuara. Krejtë janë bidate ekstreme në dinë të Zotit. As një prej tyre Allahu i madhruar, as pejgamberit i bekuar, nuk i ka bërë legjitime, ju njerëz. Ju njerëz. Nuk është feja që është na teket neve.
Që ka të bëj kemi din këto në bidate o jo njerëz. Andaj këta shijat e Iranit të rakt, Allahu i drejtoft. Allahu i drejtoft dhe zoft se kënd tokë buks nuk janë. Këta fene tyne kanë, që kanë fenë këta? Sigur se të krishterët. Pëtit krishterët, veç pëti mirë, se do me ta. Këta fene kanë që a thejnë priftat. Jo që ka thot Biblia, jo që ka thot Isa a.s. Edhe shijat, edhe dërvesht, pëti shumicin, jo të gjithë, sufive, pëti. Thot që ka thonë shehu. Po mirë nëse shehët se ka ditë, nëse shehët ka gabu. Jesë ka ban shehe jam. Ka shajta, nuk ka ban. Po nëse është fjallë ati kundërshtim me Koranin, nëse është fjallë ati kundërshtim pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam, feja jonë është feja e Allahut, fjallë e pejgamberit, a fjallë e shehët, e fjallë e filanit. Të Iraniant, të Rafidit, është fjallë e ajatullahave. Thët ajatullahu, ajo është vull. Atëherë po inkuadrojmë telefonatën e fundit personte. Selamun alejkum. Aleikum selam. Urdhëni. Ju përshëndes juve posaçërisht hoxhën e nderuar, bështa me bën një pyetje ndoshta nuk lidhet me misionin e tashëm. Jetoj jashtë. Edhe tash firma aty ku punoj ka marrë një punë me renovu një pjesë të kishës. A kam drejt me punu ajo? Rregull, falenderoj për telefonatën. Kemi telefonat tjetër? Okej, në rregull. Skema? Skem. Tamam. Në parem, në faltorët e popojve të tjerë, feve tjera, një, në për lokalet ku në të bën haramet qarta, si diskotekat, kazinot, bastore, dhe lokale tjera ku i bëhet zotit kofër, i bëhet zotit shirk, i bëhet zotit mëkat. Nëse musliman nuk punojnë në tu. Sepse futemi në ajetin koranor nëse punojmë, wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan. Mos ndihmoni në gjunahe dhe në armiqësi. Pra, në çdo objekt, në çdo veprim, në çdo punë që i bëhet Zotit gjuna, te bareke ve taala, ne si musliman nuk marrim pjesë tu. I tjetër është me respektu, që nuk ndërhyn me herës, nuk bjen desh me respekt, me tolerancë, asnjëherë. Ja, nuk është e vërtetë ajo. Këto janë parime fundamentet muslimanëve. Për shembull, ulemaja tonë kur fol të zanë për vakufin. Vakufi, apo vakfi, është një kapitull i madh, një jurisprudencë në fikun islam. Në shariatin islam, thë që dush, një kapitull i madh vakufit. Ndërto, pjesë e këtij kapitullit madh, ulemat kanë folur shumë gjëra, ndërto kanë thënë, a lejohet të lihet një pronë vakuf për ndonjë faltore të feve tjera. Po e gjenë shënuar e gjenë. Përgjigja është jo, nuk lejohet. Sepse në ato faltore i bëhet zotit kufër dhe shirk. I bie që t'i ndihmon të tjerëve me bëhet zotit kufër dhe shirk. Por e njëjta fe që ke jo nëse në një kim, tjetër s'kem, që ke Koran, që ke sënnet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, u ka lejuar të krishterëve që fotëve të tjerëve faltorët. Madje Allahu i madhuar në suratul Hajj, kur flet për ligjshmërinë e xhihadit, i cek faltorët e të tjerëve përpas xhamijave, që të mbrohen nga shkatërimi, nga sulmet e tjerëve.
Pra pjesë e gjihadit është që të mbrohen kishat e sinagogat e tjere. Dhe që nga dita, kur Islami ka dalë për te kufejve të gadishullt arabik, sepse në Arabi nuk ka pas kisha, kanë qenë pagan, për kanë pasur të romakt. E që i bijek, në Jordanien, Palestinën, Shamen, Irakën, Libanë, sa të shumë të tjerë. As një kish të bizantinëve, kur për jetë muslimanët nuk e kanë rënuar. As një. Pësë është tolerancë. Fundamente këtu. Por nuk va ndërtojmë. Të ndërtojnë vetë. I ndërtojnë vetë. Tamam, nuk shemë falën to. Jo, mësë shemë falën kishë, falën gjami. Por kishën sinagogën, faltorët në përgjësit njerëzve, a respektuj. Andaj, muslimanët që thot një djetarësh, pa e nësë mëngëtohet të shumë njohur evropian, thot, muslimanët janë të vetmit, njerëz në botë, të cilët kanë arrit të bëjnë bashkë, dhe kjo shumë është më rëndësi, mes fundamentalizmit dhe tolerancës. Mes fundamentalizmit, pra në rujna fejnë tonë strikt, dhe tolerancës. Nuk i armitsojmë të tjerët, nuk i luftojmë të tjerët ne. Ja, Marja, në rëkthejnë e lëmët në armënësia, për shambull ta Siria për shtetë islamëllin prish kishat. Ja, Marja, s'ka po akia kjo punë korë kështë të muslimat. Ta pse bote i fort, apo pse i fort, në rënu kishat, ose sinagogat, ose faltorët e fevit. Ja, Marja, muslimat se boj kështë. A shaf, edhe kur i fort, edhe kur i dapt, muslimat janë vetëm njerëz në dynja, që kanë arrit të bëjnë bashkë mes fundamentalizmit. E rujnë fejnë prapë, fejnë e shëndosh parime, rujnë parimet, nuk e lëramojnë fejnë. Dhe mes tolerancës, ndaj të tjerëve. Dhe këta dy faktorë kanë ndikuar që kjo fe të qëndroj e pa ndryshuar, të vazhdoj e tillë dhe të përhapet atë të tjerët. Sepse kushdo që është në këtë dynja, çfarëdo milleti qoftë, dhe që dënë ta kuptoj fejnë, apo të jetoj në flamurën islam, e kupton se në të nuk ka dëtërim, nuk ka dhunë, nuk ka imponim, për ka respekt. Ka respekt, ka tolerancë. Ama ka vlera. Kanë vlera njerëzit. Njerëz kanë vlera. Që qa, merret një njeri fundamentaliste më të fort ndash, të krishterë. E krishterët janë 10 grupe. Dhe merë një musliman të thjesht të këne. Një të thjesht, se merë të shkolluar, për një gjemat i thjesht. Kë e dënë Biblian shumë, apo të vratën, apo kë e dënë Koranin. është testaj pastaj, testaj lidhjen e këtij të krishterit me librin e vet dhe lidhjen e këtij muslimanit me librin e vet me Koranin. Është çfarë dallimi ka? Kështu që Korani tek musliman, pejgamberi jon tek musliman, komplet fundamentet e islamit tek ne janë ndryshe, janë nga njerëz të tjerë karshi fundamenteve të fesë të tyre. Na kemi jetuar me krishterë këtë troje tona. E krishteri, në veçanti slavët, kur janë disponim e janë të lirë, stakfirullah, Allahu më falte, stakfirullah billah, nuk lojnë fjalë të pest e të shane pa dedikuar kujt, Zotit, Isës. Më një herë atë për atë, nëse ani se mërmëran bëbëllon e dëshë qka bën, qka ndodh? O Zot, o Jezus. E të një herë shave, ta shpilut. Ka dëshka të tjilë të musliman ta? Ja, s'ndo.
Nuk ndodh, na njerëz që i ruajnë parimet e tona. Tash pse kemi laramu edhe ne, kjo pin rakine, kjo del të deshe, kjo han me derët, kjo han kamatën, kjo sagale, se ma fjallën, kjo të ratë mashtron, këto e në bela tona. Por këta nuk e përvësen islamin pastaj. Këta e larkë realitetit fesë. Të hoqë këtu është hundi për sonte, faleminderit shumë. Se më bëni halal, po. Ndërruar mes të hisë, takohemi në emisionin tjetër të radhës, dhe atëherë mbeteshim me programet në vazhdim. Selam aleikum.